Edhe përpara samitit BE, Turqi, kancelare gjermane Angela Merkel vazhdoi të mëshonte idesë së saj për një zgjidhje paneuropiane të krizës së refugjatëve. Por disa prej shteteve lindore të bllokut e refuzojnë paktin dhe nuk duan të pranojnë asnjë emigrant. Betejën kundër një politike të përbashkët ndaj refugjatëve vazhdon ta kryesojë shefi i ekzekutivit hungarez Viktor Orban. Në një fjalim të mbajtur 2 ditë më parë me rastin e festës kombëtare të Hungarisë, Orban dhe njëherë bëri të qartë se nuk ka ndërmend ta pranojë rishpërndarjen e emigrantëve të mbritur në Europë nga Turqia. Qëndrimin e kryeministrit ndaj azilkërkuesve e mbështesin sot gati 2/3 e hungarezëve. Orban i kërkon që pranimi ose jo i sistemit të kuotave nga vendi i tij të përcaktohet me referendum. Një këndvështrim të ngjashëm ndajnë dhe shtete të tjera lindore, veçanërisht Republika Çeke dhe Slovakia. Rumania dhe Bullgaria nuk e përkrahen qëndrimin e Orbanit, por situata e tyre është ndryshe. Rumania nuk është një Eldorado për refugjatët, nuk i përket grupit të Schengenit dhe standardin e jetesës e ka relativisht të ulët. Nuk është as pjesë e rrugës ballkanike dhe as tërheqëse si vend potencial tranziti. Bullgaria nga ana tjetër, edhe pse mund të përbëjë një rrugë kalimi, është faqur haptazi kundër emigrantëve, të cilëve u ka bërë të qartë se nuk janë të mirëpritur. Polonia është e prerë kur thotë se nuk do refugjatë të tjerë. Ekspertët mendojnë se në këtë situatë plani i risistemimit ka pak gjas të funksionojë, ndërsa marrëveshja me Turqinë sipas tyre, nëse implementohet vërtet, do të arrijë ta qetësojë edhe pjesën tjetër të Europës.